U arrit marrëveshje mes AOGSH-s dhe qeverisë, pagat e rreth 7.800 të punësuarve në administratën shtetërore dhe në gjyqësor do të rriten me nga 8% për në 3 vite të ardhshme, ndërsa paralelisht do të harmonizohen në mënyrë lineare dhe me rritjen e pagës minimale. Sindikalistët shprehen të kënaqur edhe pse kërkesat e tyre u pranuan vetëm pjesërisht, por megjithatë fjalën e fundit do ta japin organet e AOGSH. На средбата мило ми е што се прифати барањето на синдикатот на УПС, душа не во целост, меѓутоа додатоците на плата владата ги прифати да ги исплаќа на вработените во администрацијата и правосудството. Како што најавувавме минатата година, ќе бидат на неколку години, значи на 3 рати по 8%, за жал не во 10%, пак ќе повторам, за жал не ги добивме минатата година, меѓутоа еве сега владата прифаќа да ги исплаќа од сега заедно со почеток од месец март, преку начин на што сите институции во државна управа и правосудство, значи судови и обвинителства ќе треба да потпишат поединечни колективни договори за да го добијат ова право. Kushti për heqjen dorë nga marrëveshja e përgjithshme kolektive mbetet, sindikalistët duhet të marrin marrëveshje individuale përfundimtare për të cilat duhet të deklarohen. Danoski thotë se nëse kolegët i pranojnë, nuk ka asnjë pengesë, por nëse nuk i pranojnë, qeveria do të marrë përgjigje se tashmë është humbur një vit dhe se të punësuarit ndoshta do të kërkojnë më shumë, e ndoshta do të ketë edhe kushtëzime nga ana e qeverisë për heqje dorë nga diçka tjetër. Секогаш ние добиваме линеарен пораст со усогласување на минимална плата. Математиката е, ако минималната плата порасне сега 1500 денари, на тие 1500 денари добиваме уште 8%. Значи дека, еве, некоја народна пресметка, човек што добива 30 и нешто илјади денари, ќе добива уште 4000 денари плюс до 12 месеци. Потоа другата година на 34 ќе добива уште усогласување уште 8%. Значи таа е математика она што ги кажуваше паричките премиерот во јавност. Ndërkohë, Konfederata e Sindikatave të Lira tashmë e ka pranuar ofertën e qeverisë. Ata njoftuan se ka nisur procedurën për pranimin e ofertës për rritjen e pagave të nëpunësve administrativ brenda një periudhe prej 25 deri në 26 muajsh, duke filluar nga marsi i këtij viti deri në mars të vitit 2028, ku krahas së rritjes lineare, pagat do të rriten shtese edhe me nga 8% për çdo vit. Nga KSL thonë se tashmë ka filluar përgatitja e marrëveshjeve kolektive individuale me qëllim që rritja e pagave në administratë të bëhet realitet. Sipas llogaritjeve të kryeministrit, nëse në 3 vite të ardhshme pagës së nënpunësve administrativ i shtohen nga 1500 denar nga rritja e pagës minimale dhe çdo vit kjo shumë rritet për 8%, atëherë nëse paga aktuale është 35000 denar, pas 3 vitesh ajo do të ishte rreth 50000 denar ose më e lartë për 40%.